Ishte viti 2003, një tip me emrin Jim Vorlic, që nuk ishte ky emri i tij i vërtet, thoshte se kishte prova që ai njihte antikrishtin. Tani, përse flasim për Jimin? Kush është rastisht t'i bëj like faqes, shihemi sërish, i falenderoj që jemi për herë bashkë. Janë thjesht teori konspirative, por le ta diskutojmë së bashku. Ky zotëria bënte pjesë në një grup elitar të shërbimeve sekrete. Dhe ai thoshte që kush drejton, pra drejtuesi i vërtet, ai thoshte që është antikrishti. Mirë po, askush nuk e besonte, nuk diskutohet. Çfarë ndodhi? Ai në vitin 2004 doli nga grupi dhe filloi që të fliste. Bëri dhe disa intervista i maskuar, dhe për Discovery Channel, bile, dhe edhe disa intervista në YouTube. Por jo direkt ai, por të tjerë që e intervistonin. Mirë po, në vitin 2005, ai tha publikisht që do të tregonte se për këse bet fjalë dhe kush janë liderat e parë. Pra, liderat e mëdhenj dhe ai kryesori që është antikrishti. Pas disa muajsh organizuan një eveniment dhe evenimenti u organizuan në Londër. Në Londër në tetor të vitit 2006. Kishte bërë edhe konferencat të tjera, por ajo konferencë ishte shumë e rëndësishme, sepse aty merrnin pjesë edhe gazetarë. Dhe ai do të tregonte, siç kishte edhe premtuar, do të tregonte se kush ishte kryesori dhe kush është antikrishti. Gjatë asaj mbrëmje, ai tregoi që ekzistojnë disa vende, por një, në të vërtet, që quhet niveli 4, është një vend ku bëhen eksperimente dhe ku takohen këta tipat, si thoshte ky. Dhe në këto nivele ka edhe njerëz. Njerëz, me fjalë që le të themi që janë zhdukur. Dhe kështu që të paktën kështu thoshte. Dhe ky tregonte disa gjëra vërtet rrënjethëse, po si përfundim donte që të tregonte dhe emra, se kush ishin emrat dhe disa eliminime që ishin bërë kohët e fundit. Dhe në momenti që ai u shfaq aty në atë konferencë, filloi që të fliste, por nga momenti që do thoshte emrat, ndodhi diçka. Ai për një moment u ngrit në këmbë, sepse ishte ulur, dhe bëri 2 hapa prapa. Pra, bëri 2 hapa pas dhe pastaj ra me fytyrë përpara. Vdiq. Ishte nga ekzaminimi që i bën, tregohet se ishte një arrest kardiak. Po, pse po flasim për këtë? Sepse tregohet që ekziston një lloj arme e quajtur free energy, ose MCS, okay? Dhe çfarë është kjo armë? Kjo armë është, tani pak rëndësi ka në emrat, pak rëndësi ka se këto teoritë konspirative, por dëgjoni me vëmendje këtë. Kjo lloj arme, në të vërtetë janë 2, si thuhet, 2 armë. Njëra është me raggio corto, me shtytje me një fjalë në distancë të shkurtër, kurse tjetra me një distancë më të gjatë. Ajo me distancë të shkurtër, me një fjalë mund të operojë ose mund të vrasë, si mund të quhet kjo armë, deri në 30 metra, kurse tjetra deri në 200 metra. Dhe si është? Në sintezë është një free energy, kështu quhet, free energy. Dhe kjo free energy janë këto 2 armë, siç ju thash, njëra është e vogël, si sa krahu i një njeriu, kurse tjetra është më e madhe dhe ka një gryk të madhe. Por që të dyja këto kanë një formë shtytje të energjisë. Pra, shtyjnë energjinë nga këto vende, siç ju thash, dhe të paktën kështu thuhet, gjithmonë. Dhe është projektuar direkt për zemrën.
pra për zemrën që të godasi frekuencat e zemrës. Tani, frekuencat e zemrës, për ata, unë nuk jam ekspert, por thuhet që frekuencat e zemrës janë, me një fjalë, ajo lëvizja e me vogël quhet 1 herc, pra lëvizja ajo, si më thuhet, vibrimi më i vogël, quhet herc. Dhe ky lloj vibrimi shkakton të njëjtën frekuencë, pra të 1 herc të zemrës, siç e thash, dhe bën që zemra të uli rrahjet e saj, derisa të ulen totalisht dhe dal nga dal njeriu vdes. Të njëjtën gjë bëjnë që të dyja këto armë, por thash unë nuk jam ekspert për këtë dhe këto janë vetëm teori konspirative, nuk i kuptoj ç'është e vërteta dhe do dëshiroja që ta diskutonin bashkë, se ndoshta kush nga ju edhe i njeh. Ku i dihet, unë jo. Dhe ndaj po them, flasim, diskutojmë, sepse jetojmë në këtë botë, duhet kuptojmë çfarë ndodh, çfarë bëhet, si dihet. Dhe tregohet që ka një armë të tillë që mund të godas me fjalë me anë të valve ose rrezeve, si mund të quhet, zemrën, dhe zemra pushon së rrauri. Ka shumë teori për këtë, ka një pafundësi teorish, por le të themi që kjo është ajo teoria më e njohur, sepse pikërisht ky gjimi ose gjimi ishte pikërisht ky që e bëri që të njihej publikisht. Pastaj edhe të tjerë kanë folur për këtë armë. Megjithatë, thash, janë këto mund të jenë jo mund, po janë teori konspirative, por siç thuhet dhe gjithmonë, le t'i marrim këto si prralla dhe si teori konspirative, por le t'i diskutojmë. Sepse nëse nuk ka gjë, aq më mirë. Por nëse ka, atëherë duhet të shikojmë se si mund të mbrojemi. Megjithatë, nëse nuk mbrohesh nga kjo armë, ka dhe të tjera, por sidoqoftë jemi në një moment shumë delikat, sepse ç'është e vërteta ka doja t'ju pyesja juve. Pse flitet gjithmonë për Amerikën? Pse nuk flitet për Rusinë, për Gjermaninë, apo këto diun për Francën, apo pse? E keni menduar ndonjëherë? Duke filluar nga këtu, kuptojmë shumë gjëra që pse. Edhe në qoftë se me të vërtet ka, si për shembull niveli 4 që thuhet, apo të tjera vende që janë të ruajtura nga shërbime sekrete dhe operohet brenda në to, jo se të tjerët nuk i kanë, por duhet të ketë diçka të vërtet ose diçka ndryshe nga vendet e tjera, pikërisht në Amerikë, që flitet gjithmonë atje dhe jo në vendet e tjera. Tani, unë do të dëshiroj edhe një komentin tuaj, po ndonjëherë njeriu është mirë që edhe të kuptoj botën në të cilën jeton, sepse për shembull shpeshherë dëgjoj që thonë më mirë mos ta di. Po tani drejt që mori, ne jetojmë këtu. Pse mos ta dim? Dhe nëse nuk diskutohet që vende sekrete ka edhe në Shqipëri, ka në Itali, në Gjermani, në Francë, ka vende sekrete, shërbime sekrete, sepse bëjnë mirë për të mbrojtur popullin, njerëzit gjithë, dhe mirë po ka disa sekrete që janë akoma më të forta, të paktën kështu thuhet, që shkojnë tej perceptimit njerëzor, tej atyre që ne mendojmë që ekzistojnë, që mendojmë që ekzistojnë, sepse duke menduar që nuk ekziston, atëherë nga një moment kemi gabuar, të paktën. Tani, unë sidoqoftë pres komentet tuaja, se ndoshta kush nga ju ka dëgjuar, pra për këto valët ose goditjet, le t'i lëmë ato eksperimentet në nivelin 4, apo ku takohen këta mjeshtra, apo nëse ka një antikrisht ose jo. Por të paktën të kuptojmë se çfarë janë këto mikroval ose këto valët goditëse që mund të pushojnë edhe zemrën, paktën kështu thuhet. Pres komentet tuaja. Natën.